Urdhëroni përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju dëgjoj me vëmendje, ju përshëndes edhe unë, më thuaj të lutem. Alo. Ju dëgjoj me vëmendje, më thuaj, mendimi juaj. Përshëndetje njerëz. Ju urojmë për mendimi im është ky. Luftë të mos ketë. Paqen nuk e vendosim as një kom tjetër. Ata duhet ta vendosin veç e veç. Sa për tema është politike. Neve si popull nuk mbështetim luftë, mbështetim paqe. Por krahas temave gjithmonë merremi me politikë. Se mos shikojmë anën ekonomike të vendit tonë, po merremi me botën. Bota neve në çfarë prizmin në ka ndihmuar? Në prizmin ekonomik, në zhvillimin e vendit, apo në rritjen e mirëqenies së popullit. Rritja e mirëqenies së popullit është të mos vuajnë stresa e tretë që është pensioni. Kjo të jetë temë e goditur vazhdimisht. Se sa për politikë dhe ai paraforsi nuk e kuptova fare çfarë tha. Neve na duhet zhvillimi i vendit, qetësi, paqe dhe jo luftë. Kaq kisha. Faleminderit. Faleminderit, ju përshëndes për telefonatën. Zoti Ismail Çela më shkruan mirëmëngjesan dhe thotë uroj një javë sa më të mbarë dhe unë uroj një të gjë. Për sa i përket temës së ditës, unë mendoj thotë që lufta nuk duhet përkrahet nga asnjë, thotë, por është Amerika, ajo që nxit për interesat e saj, që shet armë ashtu siç shiti Saliu me të birin dhe me diun që dogjën për së gjalli në kërdes respekte. Një zotëri tjetër më shkruan, zotëri besoj të lutem të mbyllja General Nikollës, thotë, se kuptoj pse ka cilësuar edhe general. Mirëmëngjes. Ju lutem diçka ju shpjegoj e bëra me dije. Jo se ne këtu në Shqipëri kemi hallin më të madh të konfliktit Izrael-Iran. Por çdo mirëmëngjes ju dëgjoj, qëndron linjë 2 sekonda, ju lutem. Çdo konflikt në rajone të caktuara apo global në një mënyrë apo një tjetër ndikon në Shqipëri, se bota kështu është bërë, sa më shumë globale me kalimin e kohës, dhe ne diskutojmë dhe çështje të tjera nga më ndryshmet, më nuk do të flasësh për temën e ditës. Më diskuto çfarë të duash, është kaq e thjeshtë.